Ekipi i mjekëve në shërbimin e kardiokirurgjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ka realizuar 4 ndërhyrje të rralla në zemër. 2 pacientë sapolindur, një grua dhe një burr në moshë të mesme, janë nështruar operacioneve dhe gëzojnë shëndet të plot. Në 2 javë të para, shërbimi jonë me një bashkëpunim absolut ka kryer 4 operacione që janë për herë të parë në Shqipëri, 2 operacione në 2 pacientë të rritur dhe 2 fëmijë të sapolindur, të cilët u realizuan për herë të parë në Shqipëri. Të gjithë këta mund të rikonfirmoj që gjithë këta do kenë një jetë normale si gjithë moshatarët e tyre, sepse mund të quhen të shëruar totalisht. Shefi i shërbimit të kardiokirurgjisë Edvin Prifti veçon operacionin e 49 vjeçares nga Durrësi me çarje të aortës si ndërhyrjen më të vështirë që realizohet vetëm në qendra të specializuara. Ushtrua në kushtet e emergjencës pranë shërbimit tonë dhe për herë të parë në Shqipëri dhe mund të jetë në 4-5 rastet e para në Ballkan, realizohet një intervent i ri i cili quhet interventi i David, një intervent ky i cili shënon ndarjen e shërbimeve të kardiokirurgjisë në kardiokirurgji të super specializuara në shërbimet e kardiokirurgjisë së rutinës. Por këto nuk janë të vetmet operacione të rralla të kryera nga mjekët e kardiokirurgjisë, ndaj ata bëjnë apel që pacientët të drejtohen aty për çdo problem të zemrës. Në 20 muajt e fundit kemi bërë 170 defekte të lindura dhe ne mendojmë që brenda 2 viteve të mbulojmë gjithë nevojat e Shqipërisë për 300 fëmijë që lindin në vit, por të mbulojmë dhe nevojat e gjithë gamës së kardiokirurgjisë të rriturve. Asnjë shqiptar nuk duhet të dalë më jashtë kufive të Shqipërisë të trajtohet për sëmundjet me karakter kirurgjikal të zemrës. Doja të konfirmoja mbështetjen që do jap drejtoria e këtij institucioni në lidhje me sigurimin e medikamenteve dhe materialeve të tjera mjekësore të nevojshme, që kjo përvojë dhe eksperiencë tashmë shumë e mirë dhe shumë e arrirë e këtij shërbimi të gjejë mbështetjen e duhur dhe për vitin që vjen. Realizimi i kirurgjisë së aritmive dhe transplantet parciale janë ndër objektivat e stafit të shërbimit të kardiokirurgjisë.